Është arrestuar punonjësi i shoqërisë private të sigurisë së Kantierit që goditi me grush një shtetas gjatë tensioneve në Zvërnec. Ndërkohë ka nisur hetimi disiplinor për të gjithë zinxhirin komandues të drejtorisë politore në Vlorë. Pas publikimit të pamjeve filmike ku u shfaq punonjësi i shoqërisë private të sigurimit duke goditur shtetasin me iniciale S, drejtori i përgjithshëm i policisë së shtetit ka urdhëruar ngritjen e një grupi të posaçëm hetimor për të analizuar dhe për të hetuar të gjitha veprimet e ndodhura gjatë tubimit të zhvilluar nga banorët në fshatin Zvërnec, në vendin e quajtur Porto Nov. Policia ka bërë me dije se në vijim të veprimeve hetimore u bë identifikimi dhe shoqërimi i punonjësit të shoqërisë private, shtetasit Gerald Biba, 32 vjeç, banues në Durrës, i cili u arrestua në flagrancë dhe dyshohet për veprën penale, heqja e paligjshme e lirisë dhe plagosje e lehtë me dashje. Biba pasi ka goditur me grush shtetasin me iniciale S dhe më pas në bashkëpunim me 2 shtetas të tjerë, të proceduar edhe ata e kanë tërhequr me forcë drejt vendit të rezervuar për rojet, duke i shkaktuar dëmtime të lehta trupore. Ndërkohë, paralelisht në veprimet hetimore, drejtori i përgjithshëm urdhëroi drejtorinë e standardeve profesionale në policinë e shtetit për nisjen e menjëhershme të hetimit disiplinor për të gjithë zinxhirin e komanduar të policisë së Vlorës në lidhje me masat dhe menaxhimin e tubimit të zhvilluar ditën e djeshme.